urës së Ibrit në Mitrovic. Mirëmëngjesi, Sara, linja për ty. Mirëmëngjese Jeta, mirëmëngjese Mira, mirëmëngjese për krejt shikuese të ATV-s. Atëherë siç e theksove edhe ti këtu pranë mie kam edhe ekspertin e sigurisë, zotrin Drizan Shala, me të cilin do të flasim me rastin e fillimit të punimeve mbi ndërtimin e dy urave mbi Ibër në Mitrovic. Mirëmëngjesi nderuar. Mirëmëngjesi për ju dhe për shikues të juaj. Atëherë, a mund të na tregoni se çfarë ndikimi pritet të ketë ndërtimi i këtyre urave në sigurinë ndërkomunitare në Mitrovic? Pra ne duhet të analizojmë në dy drejtime, pra drejtimin e parë që është pozitive sepse do të jep mundësi që qytetarët, bizneset bashkë veprojnë në aspektin e veprimeve ndërkomunitare, pra kjo ndihmon jashtëzakonisht shumë në aspektin e zhvillimit ekonomik, por edhe aspekti negativ sepse ne vetëm djes gjatë inaugurimit apo themi gjatë prerjes së Shiritit në kuptimin e vendosjes së kurthëmetit, ne patëm disa incidente të vogla të qytetarëve të cilët janë të instrumentalizuara nga politika Beogradit zyrtar dhe për këtë gjë propaganda, dezinformimi, nxitja e tensioneve mund të jetë permanente gjatë procesit të ndërtimit të këtyre dy urave, por po besoj dhe po shpresoj që do të ketë një koordinim dhe një harmonizim të plotë veprimeve për një pozicionim fushat informuese dhe vëdësuese sepse këto ura nuk i shërbejnë politikës, këto ura i shërbejnë qytetarëve të dyja komunave. Sipas jush, çfarë mosa që duhet të ndërmerren për të parandaluar incidentet e mëndshme që mund të ndodhen? Policia e Kosovës gjatë gjithë vitit, po edhe vitit paraprak, ka krijuar kushte dhe hapësira të mjaftuara të qëndrueshme sa përket mbarvajtjes së sigurisë publike. Në këtë mes do të ekzistojë sipas një plan operativ i cili garanton që ndërtimi i këtyre dy urave të përshkohet pa asnjë incident, padyshim që do të kemi edhe vendosje të sistemit të kamerave, vëzhgim të kamera, por njëkohësisht do të kemi edhe patrullat të përhershme të uniformuar që do të qëndrojnë afër këtyre dy lokaliteteve për të garantuar që gjithë procesi të shkojë në mbarvajtje të sigurt dhe të shpejtë. Po a duhet bërë edhe një analizë e rrezikut për ndikimet që mund të ketë ky ndërtim në marrëdhëniet mes veriut dhe jugut në Mitrovic? Po besoj që mekanizmat përkas ai sigurisë kanë ndërmarrë gjitha hapat të saj, pra ka bërë vlerësimin multisektoral në kuptimin e asaj se çfarë rreziqesh mund të kanosen nga ndërtimi apo mos ndërtimi, çfarë impakti do të ketë në aspektin politik, si do të përshkruhet në aspektin e dezinformimit në luftës hibride që Serbia tani më do të fillojë një fushat të egën mbi ndërtimin e këtyre dy urave, pra derisa kemi një multisektoral, një vlerësim të gjithë mbarshëm, unë po besoj dhe po shpresoj që rreziqet potenciale janë marrë në konsiderat dhe njëkohësisht edhe masat dhe veprimet preventive janë në krye të institucioneve për të zbatuar ato në momentet të caktuara që vreja që do të ketë nevojë për intervenim. Pra, për të ushmangur reagimet ose keqkuptimet, mendoni se institucionet mjaftueshëm kanë bërë konsultime paraprake? Unë po besoj që po, sepse ne patëm vizitën e kryeministit në detyrë në pjesën jugore të kryetari i komunës, pra të zotëri Hamza, njëkohësisht patëm edhe vizitat në pjesën veriore, patëm takimet e niveleve dikastereve të tjera politike për të konsultuar sa i përket gjithë procesit mbarvajtje të ndërtimit të këtyre dy segmente të rëndësishme, sepse derisa ura faktike, ura e të ndan të dy Mitrovicat, është kontekst ndërkombëtar, është kontekst i marrëdhënieve, po njëkohësisht edhe rrugën 244 është çështje e cila interferon drejt për drejt në misionin e KFOR-it në Republikën e Kosovës, është zgjedhje optimale dhe opsionale që të kalohet në anën madhe anën e djathtë në ndërtimin e këtyre dy urave për të garantuar padyshim një efikasitet dhe ky efikasitet po bëhet përmes komunikimit të drejtë të dy komunave. Po si mendoni se do pasqyroj Kosova në qoftë se do të kishte ndodhur ndonjë incident gjatë punimeve tek partnerët ndërkombëtar, sa e përketson aspektin e sigurisë? Unë mendoj që rast se do të kemi ndonjë incident në vazhdimsi, sepse do të ketë një kohë optimale për ndërtimin e këtyre dy urave, në qoftë se do të ketë incidente, atëherë padyshim do të ketë një karton të kohës në kuptimin e politikë bërjes në Republikën e Kosovës, sepse edhe ambasadorët e Kvintit në Kosovë kanë dhënë mesazhet e tyre të qarta që nuk është mirë që ne të fokusohemi në ndërtimin e urave, por të fokusohemi në ndërtimin dhe investimin në sektor të tjerë, qoftë ndërsi, arsim apo siguri. Prandaj në këtë mes unë shoh se do duhet që të avokojmë përmes takimeve bilaterale, multilaterale edhe me ambasadorët të ndryshëm të vendeve anëtare
të kvintit për të sensibilizuar gjithë procesin që është duke ndodhur dhe që është në shërbim të qytetarëve, të komunitetit dhe ashtu si veprim politik i organizuar nga ana e nivelit qendror të Republikës së Kosovës. Po si do të ndikonte liria e lëvizjes dhe qasja e qytetarëve në djonët e qytetit gjatë dhe pas ndërtimit? Unë mendoj që do t'i lehtëson të jashtëzakonisht shumë, sepse për televizor do duhet bëjnë disa kilometra rrugë për të kaluar qoftë në jug, qoftë në veri, pra është një rrugë më e shkurtër, do i kontribon të jashtëzakonisht shumë edhe klimës së re politike, shoqërore dhe ekonomike, sepse deri më tani kemi patur subkultura të caktuara ndërurbane të cilët nuk kanë korresponduar njëra me tjetrën dhe ndërtimi i urave padyshim është edhe çelësi kyçi asaj filozofie që urat bashkojnë njerëz, bashkojnë popull dhe unë mendoj që ky veprim dhe kjo çështje progresive pozitive do duhet të jetë bazament shtyrësi në të ardhmen të kemi edhe urat e tjera të ndërtimit. Pa, a mendoni se në aspektin e ndërtimit të besimit do t'jetë edhe një faktur kyç për rregullimin e raporteve mes komuniteteve pikërisht në Mitrovic? Unë po shpresoj që po, sepse në qoftë se referohemi në aspektet e veprimeve, kemi patur struktura paralele në pjesën veriore. Tani me këtë struktura nuk e kam bazamente, nuk kam subjektivitet dhe substancë në pjesën veriore, dhe ka vetëm disa incidente të vogla të izoluara, të cilët nuk kanë ndonjë impakt të drejtë për drejtë në mbarvatjen e gjithë procesit, dhe kjo ndihmon dhe i liron dhe i çliron qytetarët e komunitetit serb, po edhe të shqiptarëve në pjesën e jugut, që lëvizin dhe kjo lëvizje garantohet përmes veprimeve të mençura të organeve të sigurisë për të ofruar dhe garantuar sigurinë publike. Dhe një pyetje për në fund pas ndërtimit të dy urave mbi Ibër në Mitrovic, a mendoni se duhet të ketë sikur se ka pasur patrolla të policisë për mbajtjen e sigurisë? Nuk do duhet të kishim. Pra, pas ndërtimit, po shpresojmë që klima politike do t'jetë më stabile, do t'jetë më progresive, po në rast se do duhet ketë prezencë të strukturave tona të sigurisë, padyshim se ato struktura do të jenë prezente atë për të garantuar dhe ofruar sigurinë publike për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. I nderuar, faleminderit shumë për krejt këto informacione që ofruat për shikuesit e ATV-s. Kënaqësi. Atëherë mira dhe jeta, kjo ishte pra dhe intervista me ekspertin e sigurisë Drizan Shala. Linja për ju në studio. Faleminderit shumë Sarës dhe zotrit Shala për krejt informacionet që na i dha neve dhe shikuesve tonë, kurse tani erdhi koha të ndjekim edhe një material tjetër, por para se me ndjek këtë material, po du me pyet edhe Emirën nëse kishe pas kohë një minut me fol me një politikan. Qëka i kishe thonë, ose i kishe thonë diqka, po më do këtë hetë, se veç Emira Malsheni shikim, kështu kishe jo. Kështë nuk kemi shumë në politik, po krejt që kisha dasht me ju thonë, qoftë krejtve, qoftë ati politikani, shkon me pas ma shumë bashkëpunej me zveti jeta, se nuk po mujnë me dalë prej një ngërçi politik, që nuk menoj që është në regull. Shqiptarët nuk njën përgjësi që mujnë me bashkëpunu në asë një fush, po pak të në politike kemi shumë përvashme. përvashme. Unë e politikan vetë diqaj u kësha thonë, pse jep një shumë premtime edhe nuk i mani. S'keni nevojë më jep heq ato premtime. Shumë po më interesant përgjigja që e kështë e marë. Momentalisht, për shembull, Emir, qa po të shqetësën tek ne, si qytetare? Mas shumë të jo është ajo, do më thonë nuk po mujnë me konstitu kuvendin edhe nuk po kanë bashkëpunim me zveti, kanë inate personale, tjere, nuk menoj që është në regull se ajo po shkon krejt në dëmë qytetarit. Në politikës unë edhe Emira. Jo që ajo është çështja kryesore me cilën